Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një pite me presh për iftar. Mund ta quani pite ose byrek, si të keni dëshirë. Do të shikoni në këtë video një përgatitje shumë të thjeshtë, përgatitje së byrekut ose të pites. Dhe më besoni që në fund fare, byreku ose pitja del me të vërtet shumë e mirë, shumë e butë, shumë e shkrifët, dhe nuk do të lodheni fare. Edhe nëse ju nuk keni përgatitur asnjëherë byrek në shtëpinë tuaj, me këtë metodë ua garantoj që në fund fare do të përgatisni piten më të mirë që keni ngrënë ndonjëherë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim për përgatitjen e kësaj recete, do të përgatisim brumin. Për brumin, në një tas unë kam shtuar një gotë me ujë të ngrohtë. Kam shtuar tek uji edhe një lugë çaji me krip. Më pas kam shtuar 2-3 lugë gjelle me vaj dhe gjithashtu edhe miellin. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 3 gota me miell. Gota në këtë rast është gota e njëjtë që kam përdorur edhe për ujin edhe për miellin, është gotë që merr 250 ml. Dhe tani do t'i përziejmë të gjithë përbërësit derisa të formojmë një brum të butë. Brumin duhet ta punoni mirë në mënyrë që në fund fare të përftoni një byrek të mirë. Sa më shumë ta punoni brumin, aq më i mirë del byreku ose pitja në fund. Dhe pasi brumin e keni punuar, tani në fund fare do të lyejmë duart me pak vaj dhe pasi e lyejmë mirë brumin, e lëm që të pushojë për të paktën 20 ose 25 minuta. Dhe ndërkohë që brumi pushon, ne do të përgatisim mbushjen për byrekun. Në këtë rast unë mbushjen e kam bërë me presh dhe spinaq, por ju mund ta bëni si të keni dëshirë. Për këtë recetë unë kam përdorur 2 presh, të cilët pasi i kemi larë dhe i kemi pastruar mirë, tani do t'i presim në copa të imta. Pasi i presim preshët, siç e shikoni edhe në video, i hedhim të gjithë në një tigan ose tenxhere ku kemi shtuar në fillim pak vaj. Dhe pasi preshët i ka urdisim mirë derisa të fillojë të bjerë volumi i tyre, në këtë moment në tigan do të shtojmë edhe spinaqin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 200 gram spinaq. Në këtë rast unë kam përdorur spinaq të ngrirë, por nëse keni spinaq të freskët, mund ta prisni në copa të imta dhe shtoni tek preshit. I ka urdisim të gjithë përbërësit së bashku, derisa ju mendoni që preshët dhe spinaqi janë ka urdisur mirë, janë zbutur mjaftueshëm. Mos harroni të shtoni edhe pak krip dhe më pas e fikim zjarrin dhe i lëm pak që preshët dhe spinaqi të ftohen. Në momentin që vëreni që preshët dhe spinaqi janë ftohur pak, në tigan do të shtojmë edhe rreth 150 gram djathë të bardhë ose gjizë. Për sasinë e gjizës ose të djathit të bardhë, vendosni vetë sipas dëshirës suaj. Do të shtojmë gjithashtu edhe një kokër vezë dhe më pas do të shtojmë edhe një gotë me kos. Edhe për kosin në këtë rast mund të shtoni sipas dëshirës suaj ose kush të doj mund të mos shtoj fare kos, nuk ka problem. Mua më pëlqen mbushja në këtë mënyrë, prandaj kam përgatitur siç e shikoni edhe në video. Të gjithë përbërësit i trazoni mirë derisa të krijohet një masë homogjene. Në këtë rast djathi që unë kam përdorur ka qenë me krip, prandaj gjellës nuk i kam shtuar shumë krip. Gjithsesi, për kripën vendosni sipas dëshirës suaj. Dhe tani gjellën e keni gati dhe e lëm të pushoj derisa ne të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Pasi brumi ka pushuar rreth 20 minuta, tani brumin do ta ndajmë në kuleç. Do të shikoni që pasi brumi ka pushuar, është lëshuar dhe është bërë një brum goxha elastik, shumë i butë, i cili mund të punohet shumë kollaj. Kjo është edhe arsyeja se pse brumi lihet që të pushoj, pasi do ta keni më të thjeshtë përgatitjen e byrekut më pas. Tani brumin e ndajmë në kuleç, jo shumë të mëdhenj,
Me këto përmasa që unë kam përgatitur këtë recet, unë kam përftuar në fund 12 kuleç, nga të cilët 6 do t'i përdorim për petën e poshtme dhe 6 do t'i përdorim për pjesën e sipërme të byrekut. Pasi i formojmë kuleçët, u japim atyre formën e duhur dhe më pas i vendosim kuleçët rreth në tavolinë dhe tani, duke përdorur pak miell, do të fillojmë të hapim kuleçët pothuajse sa pëllëmba e dorës, jo më të mëdhenj. Nuk ka nevojë pasi do të vazhdoj më tej procesin. Procesin e shikoni vetë në video, pra do t'i hapim të gjithë kuleçët një nga një, do t'i shkundim nga mielli, i lëm diku gati, derisa ne të përfundojmë të gjithë procesin e hapjes së petëve. Kur i keni përfunduar të gjithë kuleçët së hapuri, tani në një tas të madh ose në një pjatë të madhe, do të lyejmë pak me vaj dhe do të vendosim petën e parë. Do ta lyejmë petën e parë me vaj sipër dhe sipër saj do të vendosim petën e dytë, edhe petën e dytë do ta lyejmë sërish me pak vaj. Në total, për këtë recet do të na duhet rreth 100 gram vaj. Megjithatë, kjo varet shumë edhe se sa kuleç keni përgatitur. Procesin ju e shikoni në video, pra të gjitha petët që ne kemi hapur do t'i lyejmë me vaj dhe do t'i vendosim njëra sipër tjetrës. Dhe kur keni mbërritur tek peta e fundit, tani petët i mbulojmë me një qese ose me një kapak dhe i lëm që të pushojnë për të paktën 15 ose 20 minuta të tjera. Dhe pas 20 minutash do të fillojmë procesin e hapjes së tyre për përgatitjen finale të byrekut. Tani petët do t'i hapim me duar, do të lyejmë me pak vaj tepsin ku do të përgatisim byrekun dhe do të shikoni procesin si në video. Do të hedhim petën e parë në tepsi, do të hapim me duar, aq sa madhësia e tepsisë, mund ta hapni fare pak më të madhe, duke i ngritur pak buzët e petës në pjesët anësore të tepsisë. Këtë mund ta bëni sipas dëshirës, nëse doni që byrekun ta bëni me pjesë anësore, mund të veproni në këtë mënyrë. Nëse doni që byrekun ta bëni pa pjesë anësore fare, petët mund t'i hapni saq është madhësia e tepsisë. Pasi hapni petën e parë, siç shikohet edhe në video, sipër saj do të vendosim petën e dytë. Do ta hapim sërish me duar, do të vini re që petët hapen shumë kollaj, pasi ato kanë pushuar mjaftueshëm dhe procesi është shumë i thjeshtë. Dhe kështu do të veprojmë derisa të mbërrim tek peta e 6, pra siç u thash, 6 petë do t'i përdorim për pjesën e poshtme të byrekut dhe 6 për pjesën e sipërme të byrekut. Kur të mbërrini tek peta e 6, të cilën e keni hapur në tepsi, tani sipër petës së 6 do të shtrojmë gjellën që kemi përgatitur. Përpara se të shtroni gjellën, mund të ngrini pak pjesët anësore të petëve në mënyrë që mbushja e byrekut mos na dalë anash dhe do të hedhim gjellën në tepsi. Tani gjellën e niveloj mirë. Dhe tani procesi është njësoj siç vepruam me pjesën e poshtme të byrekut. Do të fillojmë me hapjen e petëve një nga një. Marrim petën e parë, e vendosim sipër gjellës dhe me shumë kujdes e hapim me duar. Nuk ka problem edhe nëse do të çahet pak në disa vende, pasi është pak e vështirë hapja sipër gjellës. Dhe më pas procesi është njësoj.
Kur të më rrini tek peta e fundit, pra peta e sipërme, tani mund të bëni përthyrjen e pjesëve anësore të byrekut. Kjo është totalisht në dëshirën tuaj. Pasi i mbyllim pjesën anësore të byrekut, tani byrekun sipër unë preferoj zakonisht që ta pres përpara se ta fus në furrë. Kjo varet shumë nga lloji mbushjes që keni përgatitur. Nëse është një mbushje shumë e ujshme, mund të ndodhë që mbushja të dalë sipër, por nëse është një mbushje pak me trash, siç është dhe në këtë rast, i keni më kollaj për ta prerë byrekun sipër. Prerjen e bëni sipas formave që dëshironi. Dhe gjatë kësaj kohe që prisni byrekun, mos harroni të hapni furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius. Pasi e prisni byrekun sipër, vaji që ka tepruar, mund ta lyeni pak byrekun sipër. Pasi i keni prerë byrekun dhe furra është nxehur, tani byrekun e fusim për të pjekur në 200 gradë Celsius për të paktën 30 ose 35 minuta, ose derisa të shikoni që byreku ka marrë ngjyrën e bukur të pjekjes. Gjithsesi, mos harroni që pjekja varet shumë edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Disa furra mund ta pjekin më ngadalë dhe disa të tjera mund ta pjekin edhe më shpejt. Kur mendoni që byreku është pjekur ashtu siç duhet, e heqim nga furra. Byrekun e lëm fare pak që të pushoj dhe më pas e keni gati për ta serviruar për familjen tuaj. Siç edhe ju e pat, ishte një metodë shumë e thjeshtë, shumë praktike, pa lodhje fare, dhe më besoni që në fund fare byreku del fantastik. E shikoni dhe vetë në video që ka dalë shumë krokant në pjesën e sipërme, por në të njëjtën kohë edhe shumë i butë. Ka dalë shumë i shkripët dhe shkrihet në gojë. Nëse edhe ju e përgatisni këtë recetë në shtëpinë tuaj, jam e sigurt që do të pëlqejë shumë. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.